Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Joana. Unë jam Marko. Unë jam Donaldi. Dhe si gjithmonë, mrapa kamerave kena producentin ton Elvisin. Sot për ju shikues kena ftu në Oda Podcast Donald Sugjon. Nuk du me ja ba on biografin Donaldit, por pa lanë që gjatë emisionit t'i bëjmë disa pyetje dhe kështu e prezentohet edhe më mirë. Donald, mirë se erdhe në Oda Podcast, është kënaqësi me të pas këto. Unë edhe ti personalisht jena shok në radhë parë. Gjithashtu jena edhe emigranta, jena patriot, jena prej një vendi Shqipënijet, por Në fakt këto jena vendinjen se nga jetë dhe të tërgësh vetë. Mirë se erdhe. Mirë se gjeta, shumë faleminderit. Mirë se erdhe nga ana jeme. Tha vendinje do të tregosh vetë, po dishte me thonë në fakt Donaldin e kena prej Korçit, kështu që jena 3 shkodranca këtu, Elvisi, Marko, Joana edhe një korçar. Kështu që mirë se erdhe Donald. Faleminderit. Këtu në Odën ton. Keni gatësi me të pas. Unë kam dëgjuar që Shkodra me Korçën si vaj me ulliri apo si vaj me uthun, po jo, faleminderit shumë që kemi ftuar, ju kam ndjekur. Keni një podcast shumë të bukur dhe kënaqësia time të jem me juve këtu, të bëjmë një muhabet, share the stories. Faleminderit, na gjithmonë e prekom sa herë që hapim podcastin, episodin, por sidomos kur kena të ftuar për me të regu jo vetëm shqiptarëve që jetojnë në emigracion, në Evropë, në Amerikë, Kanada ose ku jetojnë, por edhe në Shqipëni për me pru shembuj të ndryshëm, me pru individ ndryshëm që jetojnë në diasporën e Michiganit ose në diasporën e Amerikës, me të regu sukseset dhe arritjet dhe jetën e tyre personale që me bëhen të mujtën edhe për shqiptarët ku jetojnë atje në Shqipëni, me pa paka shumë çfarë jetë të bëjmë na këtu. Pra Donaldi është një djalëri, se unë e kam qenë me thënë gjithmonë djalëri, por me një eksperiencë të madhe në jetë, sidomos në fushën e sportit. Donaldin e kena voleybollist, është një djalë le rrit në qytetin e Korçës, por që ja marrë me sportin e voleybollit dhe ka pas një arritje shumë të madhe edhe këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ekipet të cilat Donaldi do ne shpjegoj i fija avash avash. Donald, do ishte kënaqësi për shikuesit me të tregu kur erdhe në Amerikë, në çfarë moshet dhe si ishte fillimi këtu në Amerikë. Si ishte fillimi, si jemi ashtë Këto fillimet. Unë kisha dash në fakt Mark, jo vetëm në Amerikë kur ka ardhur, po të na diftosh pak nga Shqipëria, si u rrite atje, si lindi ajo dëshira për sportin, nga e trashëgove sportin, sepse me sa folëm krejt shkurt e ke talentin të trashëguar, edhe si vazhdoj, deri sa erdhe në Amerikë dhe ma pas. Nuk i felosëm para se Marku tha sukseset, po kena patur shumë humbje, apo jo, jeta është me sukseset dhe me humbje, kështu që kjo është një histori time, dhe unë jam lindur në Korçë, tash jemi rritur në Korçë, u lindëm në Korçë, në komunizëm, si të gjithë, më thënë diaspora që kemi, miqësi, kur isha i vogël kishim shumë qef sportet. Nuk e dinja pse. Ishim gjithmonë jashtë, ishim gjithmonë duke lujt me shok, me shoqe, gjithmonë në përpallate sporte, nuk e dinja ku ish çfarë bënte babi ose mami, dhe kur e mora vesh, kur e kuptova që babi që e sportist, dhe ishte një palestër fantastike në Korçë, dhe aty më ngrit një si dëshirë, një si zjarë, kupton, ua, sa gjë e bukur kjo sporti, kupton, sa gjë e bukur ta çuna të mëdhenj, çuna të fortë, vrapojnë fort, e kupton, dhe kisha qef që disha unë si ata. Ishte shkëndia parë. Shkëndia e parë, kampioni pati sportit të Korçës, ka qenë një ndeshje voleybolli, nuk e di ka qenë Skënderbeu Shkodra, Skënderbeu Partizani, o Skënderbeu Dinamo, po pallati sporti ka qenë, po them, full në Korçë, dhe atëre baba tim që trajneri i Korçës, edhe gjithë duke pi cigare, që lëtë volejbol duke pi cigare, jo në fush, po trajneri dhe tifozët, edhe atës se dinja, po ka qenë një pasion fantastik, më thënë aty ke pallati me tifozët, me skuadrën, edhe aty mu lind një dëshirë, thashun dua të bëjmë si këta çuna, kupton, dua të bëjmë, më ka lindur një ide i vogël, kam qenë 8 vjeç, e mbaj mend që kam thënë, dua të bëjmë volejbollistin më i mirë në botë. Po bota time në Korçë, sa ishte kosha atë?
50.000 njerëz, e kupton, kemi qenë komunizëm, s'dinim asgjë, shkonim në kamp, në pati sportin në Borë. Po prap ishte shumë amall ajo bota në Korçë se shumë botë tjera në disa qytete dhe në disa rrethina tjera në Shqipëri. Kështu që Korça prap ishte një qytet shumë i mirëfill. Ishte, po nuk e dini, me kupton si fëmijë të vegjël dhe pasioni tim që sport në shkollë, vinim stërvitje, babi më bante kështu ngulur aty, duhet të bësh detyrat e para, të bësh sportin e dytë, e kupton. Ka qenë një gjë e bukur, po kam qenë i vogël, babim edhe mami dhe vllai tim Rando gjithmonë në mëngjes, ka qenë një çudi e madhe, shkonin në mal në Moravë, atë ishte Korça që ishte, dhe shko me vrap. Shi Morava e madhe, kupton, mali mat, ashtu se më vrap shumë si na kafshë, kupton. Shkonin me vrap, shkonin me këmbë, kupton, po ka qenë është lindur një pasion fizikisht, e kupton, ishte një mënyrë që ne të bëshin sportistë të mirë, edhe shkonim me shok, shkonim çdo mëngjes mbas ditën në malin e Korçës, dhe që nga mali shkonim në stërvitje e voleybollit, dhe në fillim ka luajtur futboll, se Korça ka pas si çdo qytet në Shqipëri, ka pas ekipa zinxhira, kanë bërë në futboll. Dhe kur rita në moshën 12-13 vjeç u bëra i gjatë, nuk e di pse jam i gjatë. Babi e mami janë shkurtër, nuk janë xhuxh, po janë shkurtër, ku bëj kështu family photo, jemi kështu. Tash në kohën e komunizmit nuk ka mundësi me bë budalliqe se s'kishim atë, kështu që edhe milkman që i shkurtër. Unë zgjata shumë, edhe babi tha, "Unë në voleyboll", tha. Dhe mo që nga futbolli, në futin në voleyboll. E ka qenë një... Më falë, babi ishte trajner futbollit, voleybollit? Babi ka qenë sportist i Korçës, ka qenë pasuesi i Skënderbeut për meshkuj për 20 vjet, pastaj u bë trajner i Skënderbeut për femra dhe për meshkuj. Dhe unë, më thënë, tër karrierën, tër pasionin e kishte në voleyboll. E kishte një ide babi që një nga çunat ton duhet të bëhet tek sa një vëlla, të bëhet voleybollist, aty kishte pasion. Jo vetëm që ëndra babit të realizu se ti u bani voleybollist, bile një voleybollist shumë i suksesshëm këtu në Amerikë, por gjithashtu u realizu edhe ëndra jote. Ku ardhe në Amerikë, dhe na ishte i fije se çdo njeri që vjen në Amerikë, fillimet ose në emigracion, fillimi është i vështirë për çdo individ, edhe këta historitë e emigrantëve që kur erdha, isha kështu, janë bërë të shtet të njoftën në për publikun shqiptar, por si ishte fillimi atë kur ardhe në Amerikë? Fillimi në Amerikë nuk e mbaj mend. Që nuk e mbaj mend. Sepse është mirë me harru pike para jo ëndra që kishim të bësha voleybollisti më i mirë në botë, kur ra komunizmi në 90-ën u bë Shqipëria si të më keos. S'kishte më sporte, s'kishte më kupton ekipe, u shkrutrua shumë sporti dhe aty ne si fëmijë të vegjël ngelëm shumë keq, e kupton, dhe në 94-ën, përpara se vinim në Amerikë, unë kam shkuar në Greqi, më kam, se kjo është histori shumë e bukur, që shumë pak e din, nuk e din shumë njerëz, po kishim Jani Melka, një pasues i Korçës, ishte në Greqi dhe tha, ajtë vini në Greqi, ta të luzni voleyboll. Po si me shkuar në Greqi? S'kishim lek, s'kishim makina, 4 çuna me një çoban nga Korça, tha do ikim me mal, nga Arseka, kena ik 15-18 orë në mal. Nuk e di si më la babi dhe mami, i çuni vogël. Sa vjeç ishe? Isha 14-15 vjeç. Wow. Kena ik aty me ushtar grek duke na ndjek, sepse atëherë ka qenë një kohë shumë e rrezikshme. Kemi arritur në Salonik ditën tjetër, kemi shkuar në stërvitje në Salonik për voleyboll. Ai trajneri grek na ka parë, dhe tha, Alvanos, Malaka, juve nuk i duam, i shkon në shtëpi. Dhe më ka ngelur një si merak, si gur në zemër, tha shumë, pse këta nuk më duan, se unë jam i voleybollist. U kthyem, gjyshja time ka qenë amerikane, ka vdek, God bless her, dhe na soli në Amerikë në 96-ën. Më fal, gjyshja ka qenë amerikane? Po, gjyshja ka lindur në Philadelphia, me familje koçare, u kthyer në Shqipëri përpara luftave. Kur mbaruan luftat, ato do shisin pronat, e thanë do ikim në Amerikë. Ai shoku ton i ngushtë, Enver Hoxha, e mbylli Shqipërinë. Dhe gjyshja time ngeli në Amerikë aty në Amerikë, në Shqipëri për 50 vjet. E futu në burg, i morën gjithë pronat. Dhe 94-95-ën edhe në Amerikë në Boston. Shqyr zotit, dhe kur ka marrë në Boston ka qenë bora 3 metra. Që në Korçë neve kemi borë, pa ty bora e madhe, jena fut një shtëpi të gjithë. 2 javë duke ngrënë, duke pirë, erdhi kushëri ton, tha, mireni, po. Ta janë, tha, jenë në punë, tha. Çfarë punë tha shumë? Në spital, duke la pjata, natën duke sell Dunkin Donuts.
për një vit rresht. Ajo që jeta time, pa sport, pa ëndra, pa gjuhë, si çdo shqiptar që ka vojt, një vit duke la pjata, duke se Dunkin Donuts. Po gjithmonë në zemrën time dhe pasionin tim ishte voleybolli. Dhe kisha... Me thënë atë ëndrën e kisha marrë me vedi nga Shqipëria dhe kisha në zemër. Yep. Po në Amerikë miku ajo ëndra fare, sepse Amerika është vështirësi në fillim. Edhe më se nga që një kompeticion i madh, mendon se nuk e arrin qëllimin. Zdim shkolla, nuk dinim asgjë. Zdishim gjuhën, zdishim shkolla. Zdishim asgjë, vetëm dyshim punë. Fillimi vështirë. Punë, edhe kur isha të me veç e gjysim, i thash babit, unë do kthehem në Shqipëri, thashun. Do ikë në Shqipëri sepse nuk çfarë të bëj këtu në Amerikë, kjo nuk është jeta time. Dhe një kushëri tim tha, po ti ke qef sportin, tha, se shoh gjithmonë duke bërë. U dila jashtë si Rambo, në bor, me vrap, si ishim në Korç. Me vrap, me këshu, duke loj, po pse bën ti skulpturë të eshte ai kushëri tim? Shumë kam qef luz volebol. Dhe aty fillovi sikur që ka një rrugë e vogël, okay, mund të losim volebol. Se atëherë nuk ishim as video, s'kishte cell phones, nuk ishte asgjë. Kështu që fillimi këtu ka qenë... E sa vjeç ishe, Donald? 17 vjeç. 17 vjeç. Shumë mirë. Ka qenë, si them, jo katastrofë, por na ka bërë një test mat karakterit. Më nga Boston jeni shpenguar, keni shku një shtet tjetër me tu? Po. Ke filluar edhe universitetin? Po. Edhe ai kushëri tim, më morëm telefon, çdo kolegj në Amerikë. Kam Donald Surgjo, luam volleyball, gjithë kolegjet, call calling. Gjithë kolegjet, një kolegj, tha, okay, tha do vi në Boston, tha të bëj një tryout. Dhe kjo që University of Southern California, në Kaliforni, unë nuk e di një atë kohë, një nga shkollat më të mira në Amerikë, më të famshme, me lojë olimpike, me gjitha dhe trajneri, nga Kalifornia erdhi në Boston, më bërë një tryout private, shqyr mami tim nga Tirana, bëri e sollën në shtëpi mamin, atë trajnerin, edhe i tha... Gatu vina i gjatë mirë, apo? Yes. Ja mori mendin me ato, gatimet, tiranëse. Me qoftë, me byrek, me gjitha, trajneri ngeli kështu, tha, tha, ngyve nga ajni, tha, nga Shqipëria, se atëre Shqipëria që akoma kështu. Nuk e njëse mirë. Dhe pas 2 javë, ky trajner më dërgovi një letër, e tha që është letter of intent, që një scholarship, full scholarship. Unë anglishtën e kisha 10%, dhe pas letrën e fura këtu, kushëri tim, tha, çfarë është kjo letër, tha? Po më kanë sjell nga universiteti. E pa kushëri tim dhe fillovi me duke qa. Sepse është në universitetet më të mira në Amerikë. It's incredible, tha, ti do shkosh në Kaliforni, unë e hapa të artën dhe i thash atij kushëri tha shumë, s'ka mundësi me më kam tash shumë, se shumë larg, kam shkuar në Greqi, po më kam nuk ikin në Kaliforni. Dhe aty më ka ndryshuar jeta. Aty kur kam shkuar në Kaliforni, kur kam shkuar në atë universitet, që humba 6 muaj sepse ishte një test SAT që është atë për anglishtën. Po, i bëm gjitha, ne jemi shqiptar, jemi kocke fort, jemi punëtor, jemi me këmbgullës, e mbarova testën, shprova në Kaliforni, dhe s'kam parë vend më të bukur në botë. Ka qenë një dimër në January, ka qenë beautiful weather, natyra shumë e bukur, po. E tha shumë, kum ka sjellë Zoti këtu, më nuk iki. Paradise, Kalifornia. Paradise ka qenë. Aty, e kupton, aty ajo ëndra që kisha në Korç, fillovi ajo rënjat që i themi ne. Nisi mos zhuaj. Tashun, okay, tashun, kam një rast që të bëhem sportisti më mirë në botë. Dhe aty pastaj. Donald, ka shumë shqiptar, edhe këta kohët e fundit, rinia sidomos, që po merren me sporte. Dhe kjo është një diçka e re, kisha më thënë, për shqiptarët në diasporë në Amerikë, sepse nuk kena pas shumë raste që fëmijët tonë ose rinia të marrin pjesë flas me ekipe serioze. Për shembull, ju keni luajtur me kombëtarën e Amerikës në Olimpiadë. Po. Dhe kjo është një meritë që pak a shumë jo shumë shqiptarë kanë arritur. Por është me të vërtet kënaqësi kur i shef sa shqiptar që i çojnë tan fëmijët nëpër sporte, qysh të vegjël, sepse një ditë ndoshta jo të gjithë, por disa prej tyre do losin me ekipet kombëtare të Amerikës dhe na bënë ne më krenar. Po, 100%. 100% e mua më vjen shumë qef që shoh shumë shqiptarë dhe shumë familje në Amerikë që i kanë edhe gocat anë që kanë volebol apo jo. Unë i them gjithëve, nuk e di çfarë do ndodh. Unë nuk e di çfarë do ndodh.
bëja sport në Korçë, u kthea në Amerikë, bëja stërvitje dhe gjë më e mirë është për sportistët e rinj dhe familjet që mos u angazhonin shumë me end result, e kupton, mos u angazhonin shumë që si do bëhet kjo ose ky, po luan shumë, këto angazhonin me punën. Sepse këtu në Amerikë çdo sportist ka shans. Shiko mua. Po, edhe një diçka që kisha qejf me theksu po, dhe ki punu fort, se nuk është vetëm shansin, nëse nuk ke atë dedikimin e mjaftueshëm, nëse nuk ke atë vazhdon me pas atë dëshirën, atë pasionin, gjitha këto duhen, domethënë janë faktorë që duhen, sepse pak rinia sot ka fillu pak nuk e ka atë pasionin si e kina pas ne dikur, nuk e ka atë egon, se diskutuam pak ma përpara se fillote emisioni, kështu që është pak një rini ndryshe, dhe duhen na prend që t'i shtym sa më shumë, kur ne dikur ishim ne ato që doshim me qa vet njetë, e shpeshherë prind na thosh jo, se s'ban kështu, jo, se është shumë, nuk do të ndodhi kjo, që jena pak më ndryshe nga këto që po rrisim sot. Rinja sot ka nevojë për edukim, në mendimin tim, sepse ata i kanë gjithë përgjigjet, i kanë telefon. Ne atëherë nuk i dishim. Nuk dishim asgjë, më thënë çdo fëmijë është shumë edukuar. Dhe është ajo problemi ton si prindër ose si njerëz, si trajner, që të edukojmë rinin, të themi pse të lodhësh sport, ja çfarë do të bëj sporti për ty. Jo vetëm kolegj, po edhe në jetë, edhe në shoqëri. Do na derisa më fal se pat në pres, po derisa më shtu diçka se unë të kam njek edhe pavarësisht se s'kena komuniku gjithmonë, por që më ka bërë përshtypje edhe në arritjet tuaja më të larta kur ke kanë të lutë me olimpiadën në olimpiada me ekipin kombëtar të Amerikës, ti asnjëherë nuk e ke mohu nga vjen, ki thonë gjithmonë jam shqiptar dhe ki kanë gjithmonë krenar. Pra, kjo është një diçka që është mu vlerësu, sepse ka disa njerëz që marrë një pozicion ku do ku janë në promulgacion dhe nuk e përmendin se janë nga Shqipëria ose nga janë shqiptar. Për arsye të ndryshme, por ti gjithmonë e ke theksu që jam nga Shqipëria dhe ki kënë krenar që i shqiptarë dhe vazhdan me të njëjtën patriotizëm, sepse është ajo rraja që e kena diskutuar sa herë, që gjithmonë na thret. 100% edhe gjithmonë thonë që the truth travels faster, apo jo, e drejta gjithmonë tel. Pse kush jemi ne ta fshemi kur kena ardhur? Jemi lindur në Shqipëri, aty është vendi ton, prindi kemi shqiptar, kush jam mund të them që nuk jam shqiptar? Po. E kupton, ajo është edhe për mua më shumë në Korçë aty u themolova si sportist. Në pati sportit, në Maj Moravës, me pa ujë, pa bukë, kupton, ato kanë qenë themele, kupton, kur në Amerikë kishim më shumë kushte, po në Korçë aty u bëra sportist, me ndihmën e familjes, shoqërinë, me trajner, me ëndra, dhe Amerika na dha një shans. Kupton, por në fundit shqiptarë 100% krenar shqiptar. Një njeri që mohon identitetin e vet është njëri bosh, ai nuk ka asnjë vlerë, nuk ka rëndësi arritjet, nëse ti mohon identitetin nga vjen, për mendimin tim. Si puna historisë. Çdo gjë tjetër nuk vlen. Si puna historisë, mos harrosh historinë, e kupton, si historia në përgjithësi, më thënë është si e thash parë, për shembull, këtu në Amerikë fëmia ka nisë me lut sporte të ndryshme, por në Evropë, sidomos shqiptar, po spikaten shumë në për sportet ndryshme dhe janë shumë të suksesshëm, edhe ato kur nuk e mohojnë që janë shqiptar, mojnë simbole shqiptare, në për intervista e pranojnë që janë shqiptar, dhe kjo në bën një ton shqiptarëve, kudo që jena krenar, sepse i kena në futbol, në volleyball, në basketball, në boks, UFC, në peshëngritje, në tëra sportet që ka një sukses të jashtëzakonshëm. Pra, kjo të regon edhe herë se sa fatkec ka kënë populli shqiptar, ku Enver Hoxha dhe komunizmi në ka ndërë për 45 vjetë, sepse ne do të ishim kënë shumë ma përpara, të kishim pas mundësi rinia me dalë edhe ato vite, por faleminderit Zotit edhe tesh nuk ka të vonë, edhe rinia shqiptare po ecën për sportet ndryshme. Ne folme pak për ishit sportist. Po. Pastaj kaloi koha dhe ju jeni edhe një trajner shumë i suksesshëm. Na trego pak atë, domethënë, nga një sportist i suksesshëm, si lindi prap ajo dëshira që tani ti të jesh një coach, si thonë. Dëshira time ka lind sepse kur bëra sportist, shumë njerëz më kanë ndihmuar.
trajner nga Korça, nga Tirana, nga Amerika, nga Boston, nga USA, kam luajtur në Itali, në Rusi, kam luajtur në gjithë botën, e kupton, dhe gjithmonë unë besoj që çdo njeri nuk ka mundësi të bëhet successful vetë. Normal. Kemi ato talentin, energjinë, hard work, pa duhet të kesh ndihmë. Dhe mua më kanë ndihmuar shumë njerëz, dhe për atë gjë ndihem, e kupton, ndihem si i fajshëm, kush jam unë. Kjo ishte ai shpërblimi për mirënjohja që kishe, paying forward. Paid forward, sepse kush jam unë ta mbaj tratë knowledge që kam, tratë eksperiencë, ku do shkojmë? Do të thënë ta mbaj në shtëpi, s'ka. Dhe kam shumë dëshirë kur bëj stërvitje fëmijëve ose të mëdhenjve, e shikon atë development, e kupton, shikon këta fëmijë edhe rinin që grihen, bëjnë më të shpejt, më të shkathë, dhe mentalisht, dhe fizikisht, dhe ajo është gjëja më e bukur në botë. Dhe ndjen një kënaqësi që i të kontribu në të ardhmen e këtyre fëmijëve. 100% dhe u them gjithë fëmijëve dhe rinis tu që nuk ka rëndësi të shkosh në kolegj, të lë olimpike ose në luaj sportin, sepse sporti të jep shanse dhe për shoqëri, dhe për shkollë, edhe për, e kupton, dhe për të ardhmen. Çan kryesore që të thonë është ajo disiplina. Bravo, disiplina, teamwork, do të thënë çdo ditë në stërvitje, fle, ngrihesh emocionale nga koka, ajo gjë shumë e rëndësishme. Shumë mental work, kështu që ajo prandaj kam qejf të punoj me rinin, sepse kam shumë dëshirë çka kam bërë unë, t'ja jap atë roadmap që quhet. Të përgëzojmë për punën e mrekullueshme që bën. Faleminderit. A mendoj se një të ardhme, për shembull, lënat me dorë në Shqipëri do marrin një rrugë tjetër, sepse përveç futbollit në Shqipëri, që është një sport shumë popullor, po edhe investohet shumë nga Ministria e Sporteve apo edhe nga investitorë që janë privat, mendoj që në një të ardhme do t'i kushtohet një vëmendje edhe lënave me dorë sikur dikur në Shqipëri, sepse duket sikur i kanë lënë fije mjanë. Shkodra një fije. I love Shkodra një fije me Iran. Për mendimin tim po. Tashi e kupton Shqipëria po kalon ca faza tranzicione me biznese, me European Union, e kupton, dhe kanë priority. Po në Shqipërinë e larë me dora jemi shumë mirë. Kemi tradit, Shkodra, Korça, Flamurtari, Tirana, Durrësi, në çdo cep të Shqipërisë ka lëre me dorë. Është pasion, është sport i mirë, nuk është sport që njerëz nuk e duan. Po se. E kupton, fëmijët lozin, kemi shumë shoqëri dhe në mendimin tim, po. Por nuk ka investim në ato lloj sporti. Ajo fillon e para nga qeveria. Po them, ai investimi nga privati dhe kur ka shkuar në Shqipëri më ka ardhur keq akoma, si më thon, kam lutur në Korçë, dhe akoma është ftohtë. Po. Unë për shembull kur isha i vogël, nuk e di si është Shkodër për ty. Po. Në janar shkojnë në pati sportit. Po. Ishte -20. S'kishte mundësi për 45 minuta lozin futboll. S'kishte kushte. Po s'kishte kushte, kupton, po më vjen keq që akoma janë njësoj kushtet, e kupton, sepse shumë e vërtetë. Me vënë kalorifer, me ato xhamet nuk kushton shumë. Tash ne gjithë kena ardhur në Amerikë, kena bë biznese. Janë përmirësu i fije, kisha më thënë. Janë përmirësu se edhe në Shkodër. Ka për dy dushe. Po, janë përmirësu. Po e kam fjalën sepse sot ekonomia tregut edhe parja është jo vetëm stimulus, por edhe një jetesë. Në sportisti duhet më pagu. Po. Por su pagu sportisti, ai si do funksionoj. Për mendimin tim, unë prandaj them që lërat me dorë, duhet millani fije një vëmendje më të madhe, sepse ka nevojë që shteti të investojë. Është pjesë e kulturës shqiptare. Sporti është kulturë e shtetit. Pa sport nuk ka shtet. E kupton? Dhe për mendimin tim është një mënyrë. Unë kisha qef 5 vjet më parë të bëjmë një fondacion, një shoqat që të ishte në Amerikë, legale, dhe të merrim investime dhe donation të bënim sport. Unë kam për shembull kam dhënë lek në Korçë për sportin, po njerëzit në Shqipëri s'kan besim vëlla. Sepse t'ja për ti lek, ku shkon ai leku? A do shkoj ke pallati, a do shkoj ke tuta, a do shkoj ke këpucë, do ke fëmijë, dhe do shkoj te kafja lagjës. Edhe prandaj nuk japin njerëzit lek. Ata njerëzit sepse janë shkënjy përpara dhe kanë atë frikën sepse dhe me bojnë një shoqat në Amerikë për sporte dhe çdo lek të bëhet me ligje amerikane, çka ka nevojë projekti, i paguan, i merr dhe ndërton. E kupton, për shembull, kam shkuar ke pallati Aslan Rusi në Tiranë. Ndeshjen e fundit që e las karrierën e bëra në Tiranë. Isha shumë i kënaqur me Ultomorin, me studentin, kam luajtur ndeshjen e fundit të karrierës time. E las karrierën aty.
Dhe ditë e parë që vajta në pati sportit. Lujtë me studentin dhe? Po, me studentin. Pse me sa dion, trajneri studentit është Blendi Sinani. Tani, po, ka qenë ullë të mori, po, më parë. Po, të Blendi Sinani është një shok jemi e përshëndesëm ato. E di. Po ditë e parë që vajta në stërvitje, mora çantën, mora peshqirin, shkova bërë stërvitje, dhe shumë. Kush dushi? Në pa tha shumë. Dushi? Për çam. Shko në shtëpi tha, akoma tha shumë në shtëpi. Akoma nuk kanë dush në pallat, e shi kupton. Këto janë gjëra të thjeshta që nuk janë gjëra që janë gjëra minimale bazike. Sepse po i bëj këto gjëra, vin pastaj lozin njerëz, e kupton, të bëj një dush, të jetë ngrohtë, xhamet, parketi ishte akoma vëlla që kemi lënë një qatë. Por si tha dhe Marko dhe pagesa, sepse dhe pagesa pastaj është shumë minimale, ma shumë minimale. Është vështirë. Po un kam shpresë sepse është vendi ton. Un kam shumë dëshirë të ndihmoj. I kam dhënë dhe federatës dhe qeverisë, që se kam nevojë unë të ndihmoj me qeverinë amerikane, me lotë olimpike, i kam gjithë shok. Dhe çfarë ka nevojë Shqipëria, jam gjithmonë gati të ndihmoj. Personalisht dhe me networking tim. Po se tani do të prekom diçka tjetër. Një plagë. Edhe Marko ka luajtur volejboll. Po. Siç e dini sepse njiheni ka shumë kohë që ju njihni dhe jeni shok. Qa është një diçka, një histori që më ndani kur shkoshit nga një qytet në një qytet tjetër? Si ishte aja eksperienca dikur, sepse normal që për mua ka qenë katastrofike. Dy gjëra, sepse shkonim po shkonim në Shkodër, merrte 20 orë. Shkonim me autobus. 20 orë. Shkonim me autobus nga Korça për Gradec. Pastaj prisim trenin të vinte, dhe vinte treni, ne iknim mbi drytare aty, që të marrim një vend. E treni që me 5 majla në orë. Dhe shkoja deri në Tiranë, pas autobus tjetër, me arrit një vend, për ka qenë gjë e bukur. Sportistët fakt ishin të privilegjuar në atë kohë, sepse nuk u bëshën udhëtime si basat, bota s'ka lëvizje sot, sidomos shqiptar. Më thanë na kishin favorin që shëtiqim Shqipërinë, kur kishte sezoni i kampionatit, shkoshim sa në Korçë, sa në Tiranë, sa në Elbasan, sa në Lushnjë, sa në Shkodër. Ka qenë gjë shumë. Si u priqin Shkodër, kur shkoshin Shkodër? Vllaznia. Me shere. Vllaznia, me i fije jo mirë. Me i fije jo mirë. Jo, Skënderbeu me Shkodrën ka pas relacion të mirë. Si që thamë Donaldi jetën në Kaliforni, edhe ka për pak ditë këtu në qytetin në shtetin e Michiganit, edhe e falenderojmë se ka shumë shok e miq që vjeni të kanë këtë në Michigan, edhe ka gjithë kohën marrë do të podcast, por Donaldi ka një pasion tjetër, që ka lidhje edhe me vendlinjën e tij, të cilën po arrin dhe mendoj që ka kanë shumë i suksesshëm këtu në Amerikë, të bi një produkt të Shqipërisë, që kam qejf që Donaldi ta përmendë edhe ta diskutojnë me publikun se për çfarë bëhet fjalë. Jam lindur në Korçë, aty kemi tradicionin dhe neve në Korçë kemi birën më të mirë në Shqipëri, që më 1928 dhe ka qenë një ëndër time, që ishte aty që ëndër bën realitet, që kjo birë tjetë në Amerikë për komunitetin ton shqiptar, sepse jam rritur me atë eksperiencë, me traditën, me sportin, me tifozët, me familje në Bira Korça, në Panda, duke bërë festa, duke ëngër krenacka me qepen, me birë, duke kërcyer, dhe kisha shumë dëshirë që kjo birë t'jetë në Shqipëri për shqiptarët, këtu në Amerikë për shqiptarët, që të gëzojmë ato tradita. Dhe jemi këtu, kemi arritur, e kemi bërë, jemi në Michigan, shumë faleminderit, dhe shpresojmë të jemi këtu për shumë kohë. Sidomos këtu në Michigan, se këtu ka shumë biznese shqiptare, restorante shqiptare, edhe pse jo t'jetë pjesë gjithmonë e festave tona, qoftë ato në shtëpia, qoftë ato në për salla dasmash dhe gëzimesh, sepse nuk është thjesht një Bira Korça, nuk është thjesht një identitet, është një shije, është një diçka që ne na ka mungu këto diçka nga Shqipëria, që t'jetë tamam origjinale nga Shqipëria, dhe pse jo mos t'jetë pjesë e çdo tavoline shqiptare këtu larg Shqipërisë në Amerikën, shumë të largët. Unë gjithmonë e kam thënë Donald që sidomos Michigani ka një Shqipëri të vogël më. Po. Se jena shumë shqiptar të gjitha trojeve ku ka shqiptar, sepse shqiptar jetojnë në 5 shtete,
e dihet s'pahinja asaj rrugë. History. Por për ne është kënaqësi që kena ushqime shqiptare, edhe pije shqiptare, dhe është edhe kënaqësi që ju po bini edhe birrën Korça. Pra në tërëza tona kemi keni edhe birra Korça dhe tërë sukses. Faleminderit shumë. Inshallah dan Zoti realizoni ëndrrën tuaj dhe në këtë projekt të ri që keni marrë. Faleminderit shumë, edhe si thon o Korçar o çfarë. Po e di që keni bërë shumë takime këtu në Michigan këto ditë dhe me shumë business owners dhe si po pritet kjo ideja juaj. Ka qenë telefoni tim e kam hequr sepse ka qenë një gjë fantastike, ka qenë si ëndër. Unë vëra një Facebook page aty në shqiptar në Michigan, kam Donald Sudra, kam Birën Korçën, do të vinë në Michigan për 2 ditë. Incredible people that. A do ta shtysh biletën pra? Po pra, unë do vini në Michigan sepse njerëzit, do të thënë që kanë restorante, bare, ose njerëzit që nuk i kam bekuar kur kanë thënë kam qef të ndihmoj, ai lokalit tim duhet ta blej birën. Ajo është një gjë që për mua është më shumë se biznes, është një gjë që është juve në Michigan keni një grup fantastik, e keni ndërtuar, edhe për mua Michigan është numër 1 në Amerikë për shqiptar. I love Michigan. E marrë si kompliment. I love Michigan. Se ka hem më kritikojnë, thonë çka ke martesi shqiptar të Michiganit, shqiptar të Michiganit. Michigani është një sofër e madhe, edhe një sofër shumë mikpritse, por është edhe një komunitet shumë i bashkuar këtu në Michigan. Donald, emisionet tonë edhe pak po vjen fundi, po kisha pas qef, ty pas parasysh se kena një rini fantastike, shqiptarësh këtu në diasporën e Michiganit të Amerikës, por kudo që janë emigrantat, të lutem shumë një mesazh për gjithë ata që kanë pasion sportin, të gjithë ata që kanë ëndër më bë sportista, nga një sportist i talentuar, nga një sportist i cili i ka realizuar tana ëndrat e tij në sportin e voleybollit. Për mendimin tim, puno fort, e dyta është gjithmonë kërkon ndihmë, sepse çdo njeri nuk bëhet sukses vetë, sepse shumë rinia, edhe e treta do ta kesh pasion. Për mua këto 3 gjëra janë më të rëndësishme. Faleminderit. Edhe një herë të falenderojmë që ke ardhur në Oda Podcast, është kënaqësi me të pas këto. Faleminderit për kohën, për dashamirësinë, edhe për shoqërinë që kena. Të urojmë suksese në jetë, në biznes dhe në gjitha fushat e jetës tonë. Faleminderit shumë. Gjithashtu nga ana jam të falenderoj që ishe pjesë e Oda Podcast, të përgëzojmë për çdo sukses tuaj dhe të urojmë suksese të vazhdueshme në çdo anër tuaj dhe u ftofshin njerëzit e suksesshëm si ju dhe mi gjitha njerëzit modest si ju. Faleminderit shumë. Sepse modestia është nevojë për ndihmë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Gjithashtu falenderojmë gjithë shikuesit tonë, kudo që jeni, që na ndjekni, na bëni like, na bëni komente dhe ju lutem shumë shkoni në YouTube, na bëni subscribe sepse pa ju na nuk mundna me mjetu. Faleminderit gjithëve edhe herë për çdo gjë që bani për ne. Mirupafshim në episodin tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim.